Drejtoria vendore e policisë Shkodër njoftoi se ditën e martën në lagjen Guerrile të Shkodrës, një 53 vjeçar humbi jetën në banesë, dyshohet për shkaqe natyrale. Ngjarja u referua në prokurori për veprime të mëtejshme. Gjithashtu specialistët e seksionit për hetimin e narkotikeve referuan materialet në prokurori për një 17 vjeçar, pasi gjatë kontrollit fizik u gjet një sasi lënde e dyshuar narkotike kanabis, e cila u sekuestrua si provë materiale. Në fushën e qarkullimit rrugor, procedimi penal nisi ndaj dy personave të kapur duke drejtuar mjet paleje, një 45 vjeçar nga fshati Shtoj i Ri dhe një 19 vjeçar nga Shkodra. Specialistët për hetimin e krimeve referuan gjithashtu një 64 vjeçar i cili ka kryer punime ndortimi paleje. Në Malësi të Madhe, një 33 vjeçar u procedua penalisht për lidhje të paligjshme të energjisë elektrike në banesën e tij, ndërsa në Vau Idees, një 60 vjeçar u procedua për ndërhyrje në matësinë e energjisë elektrike. Të gjitha materialet procedurale janë dorëzuar në prokurorinë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Shkodër për veprime të mëtejshme.